Një grup akademikësh janë duke punuar për të sjellë një fjalor të ri frazeologjik. Gjua shqipe është tepër e pasur me njësi të tilla, ndaj dhe bazuar në fjalorët e mëparshëm, do të vijë një tjetër fjalor që pritet të përmbajë mbi 40.000 njësi frazeologjike. Në radhë parë u artua kartoteka e posaçme mbi bazën e cilit po bëhet edhe artimi i fjalorit. Ne jemi një grup artuesish dhe bashkëpunëtorësh në drejtimin e akademik Jani Thomajt, i cili është edhe frazeologu më i madh. Janë to fjalësha që kanë kuptim të figurshëm, kanë vlerë në fjalë të vetme, por që sjellin shumë në gjuhë. Kemi arritur në përfundimin që ka përmbi 40.000 njësi të tilla. Për nga vëllimi pasaj se sa përdoren këto kartoteka përmban mbi 600.000 skeda elektronike, pra që janë me shembuj përdorimi nga folklori, nga gjuha e folur, nga letërsia artistike e tjera. Të gjitha këto na krijuan një bazë mirë dhe na krijuan edhe besimin që po, tani ka ardhur koha që të hartohet pikërisht një fjalor i tillë. Për hartimin e këtij fjalori janë duke punuar dhe akademikët Jani Thomaj dhe Valter Memishaj. Profesori Ashari është gjithashtu edhe bashkartues për fjalorin e madh të gjuhës shqipe që pritet të publikohet shumë shpejt.